Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Goditën me grushte dhe sende të forta një shtetas vihen në pranga 2 kushërinj nga policia e Lushnjës. Në një lokal në lagjen nga Furmuço, 2 shtetas kanë ushtruar dhunë ndaj një stetasi tjetër. Menjëherë, pas njoftimit të marrë, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat bën të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të 2 autorëve të dyshuar. Në përfundim të veprimeve hetimore, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasit EZH, 35 vjeç dhe MZ, 31 vjeç, banues në fshatin Qerreti i Ri. Pasi dyshohet se për motive të dobta, kanë goditur me grushte dhe sende të forta shtetasin AG, 52 vjeç, banues në fshatin Jeta e Re, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin OH, 44 vjeç, banues në Hamil, me probleme të shëndetit mendor, pasi dyshohet se ka goditur me send të fortë baban e tij, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme procedurale. Bashkia e Fierit zyrtarizon emrat e 4 nënkryetarëve të rinj. Zëvendës kryeministri Balluku për mediat ka theksuar rëndësinë e një riorganizimi të mirëfillt të bashkisë me qëllim rritjen e cilësisë shërbimeve dhe transparencës ndaj qytetarëve. Pas zyrtarizimit të 4 nënkryetarëve të rinj të Bashkisë Fier, zëvendës kryeministre Belinda Balluku në një prononcim për mediat ka pohuar se ky proces ka nisur disa muaj më parë për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë, me qëllim rritjen e cilësisë shërbimeve dhe transparencës ndaj qytetarëve. Sapo prezantuam 4 nënkryetare të rinj, kemi nisur një proces me kryetarin prej disa muajsh për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë. Pikërisht ajo që tham në takimin me punonësit është që pas një pune shumë të mirë që është bërë këtu në Fier, duhet thënë që Fieri ka ndryshuar 4-cipërisht dhe është normale që ti sa më shumë punon, sa më shumë ngre, aq më shumë rritet kërkesa e qytetarëve. Për këtë arsye, duhet një riorganizim i thellë dhe një ndarje e mirë e detyrave, digitalizimi i proceseve të Bashkisë së Fierit dhe mbi të gjitha transparencë për qytetarët, diçka që kërkohet kudo sot në administratën publike dhe lokale. Besoj që me grupin e nënkryetarëve, për Armandon puna do të jetë më e thjeshtë, territoret do të jenë më të mbuluara dhe qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Kryebashkiaku i Fierit Subashi ka theksuar se ky është një proces që do të vazhdojë edhe në nivel institucionesh vendore. Mbi bazën e strukturës së re, padyshim që do të respektohen të gjitha normat dhe aktet ligjore në fuqi, në radhë parë duke respektuar statusin e nënpunësit civil dhe ligjin për nënpunësit civil, dhe pjesa tjetër pastaj e organikës dhe strukturës që trajtohet me kodin e punës, sigurisht do i nështrohet rregullave që parashikon kodi i punës. Pra, në 2-3 muajt në vijim, le të themi, bashkia do të vazhdojë të jetë në një proces ristrukturimi, plotësimi të organikës, plotësimi të drejtorive, ku do të parashikojmë edhe gjithë kriteret për çdo pozicion pune, për çdo drejtori, sipas funksionalitetit që ato do të kenë. Dhe besoj që me miratimin edhe të buxhetit dhe të paketës fiskale në fund vitit, padyshim do të bëjmë një ristartim, mendoj, të fuqishëm në muajt në vijim për të përballuar me sukses sfidat e reja në fakt që kërkon koha në përgjithësi, qeverisja, por edhe qyteti i Fierit në veçanti, padyshim, ku ne dim shumë mirë që edhe pse kemi bërë shumë punë, prapë gjithmonë me njëri tjetrin themi që kemi akoma shumë për bërë. Ndërkohë përsa i përket zgjedhjeve të pjesshme që do të zhvillohen në disa bashki të vendit, Balluku është shprehur e bindur se Partia Socialiste do të ketë të njëjtin sukses, sikurse ka patur në 11 maj jo vetëm në Fier, por në mbar Shqipërinë. Zonja Balluku, prisni që suksesi i Fierit të shoqërojë edhe në Tiranë me fushatën më petatoshkime. Unë pres që Partia Socialiste të ketë të njëjtën mbështetje, ashtu siç pati në Fier, ashtu siç pati në Tiranë në 11 maj, të ketë edhe në zgjedhjet vendore të pjesshme, kudo që ato ndodhen në Shqipëri. Prokuroria e Fierit shpall mos kompetencë për hetimin e dosjes së Bankers, e cila i kalon Spakut. Hetimet nxorën zyrtar të lartë të përfshirë në aferë.
Hetimi i dosjes së Bankers dhe 14 të dyshuarve për përfshirje në aferë i ka kaluar SPAK-ut, pasi prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencë. Mësohet se gjatë hetimeve kanë dalë të implikuar zyrtarë të lartë të shtetit që janë subjekti SPAK, ndaj nuk mund të hetohen nga një prokuror i zakonshëm. Në fokus të hetimeve është dëmi ekonomik i shkaktuar shtetit për gjatë 20 viteve nga shfrytëzimi i pasurisë nëntoksore në Patos Marines. Në vendimin e shpalljes së mos kompetencës që ja kalon SPAK, thuhet se mënyra se si u shitën afro 532 miliard lek naftë përmes shkeljeve dhe duke mos raportuar fitimin është përtej fuqisë së prokurorëve lokal. Prokuroria e Fierit kishte paraqitur si prova në gjykat bilancet ekonomike të viteve të fundit të Bankers Petroleum, ku sipas organit të akuzës, shtetit shqiptar i është shkaktuar një dëm në formën e mosshlyerjes së detyrimeve tatimore prej 110 milion lekësh të reja. Prokuroria e Fierit nisi aksionin në Bankers më 3 korrik, ku vendosën 14 masa sigurie, mes tyre në pranga ran CEO aktual Hongping Jiao dhe ish drejtuesi i Bankers Leonida Çobo. Kompania vazhdon të mohojë akuzat, ndërsa tani më hetimi i çështjes do të jetë në dorën e SPAK-ut. Kryesia e Partisë Demokratike zgjodhi Florian Binaj si kandidatin që do t'i përfaqësojë në zgjedhjet lokale për Bashkinë e Tiranës më 9 nëntor. Sot mblodh Kryesia e Partisë Demokratike, e cila ka nxjerrë Florian Binaj si kandidatin për Bashkinë e Tiranës që mbështetet nga Partia Demokratike për zgjedhjet e parakohshme lokale të 9 nëntorit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, nga selia e Partisë Demokratike, foli për gazetarët se midis kandidaturave të ardhura nga personalitetet dhe drejtues të Partisë Demokratike, tashmë të bëra publike, për të cilët kam vlerësi më të madh, Partia Demokratike informon se do të mbështesim kandidaturën e Florian Binaj. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, Zotin Florian Binaj. Shpresoj që aleatët, opozitarët, të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë, tek i cili gjenë vetën më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar qytetarët e Tiranës. Berisha vlerësoi Florian Binaj si një nga artistët që i konsideron kauzat qytetare si kauzat e tij. Nisi sot viti i ri akademik 2025-2026 për universitetet publike dhe private. Auditorët boshatisen nga studentët. Këtë vit ka 15% më pak regjistrime në arsimin e lartë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar sot nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës studentët për nisjen e vitit të ri akademik 2025-2026 në universitetet publike dhe private. Sot nga Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës uroj të gjithë studentët shqiptar për nisjen e këtij kapitulli të ri të dijes. Ju jeni gjenerata e ndërtimit të së ardhmes. Shqipëria ka nevojë për ju. Vetëm përmes një arsimi cilësor ju mund të bëheni jo thjesht të diplomuar, por qytetar të përgjegjshëm, profesionist të aftë dhe udhëheqës të së ardhmes, shkruan Begaj. Por studentët që ulen në auditor, por eduktohen me shpejtësi nga viti në vit, duke bërë që numri i tyre në pjesën ndërmuese të fakulteteve të jetë shumë më i ulët se kapacitetet universitare.
Këtë vit, 16.000 student ishin regjistruar në raundin e parë të studimeve në ciklin bachelor, nga rreth 19.000 një vit më parë, sipas burimeve zyrtare nga rektorati. Numri i studentëve në arsimin e lartë në Shqipëri ka pësuar rënje të dukshme gjatë dekadës së fundit, veçanërisht në universitetet publike. Nga rreth 117.000 studentë në vitin 2016, në vitin 2024 numri ka rënë në rreth 86.900, duke reflektuar tranzicionin demografik të vendit me rënjen e lindjeve dhe emigracionin e lartë të rive. Universiteti i Tiranës mbetet institucioni më i madh në vend, por ka humbur pothuajse 6.000 studentë ndërmjet 2016 dhe 2024. Ndërkohë që rënja ka qenë edhe më e fortë në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin e Vlorës. Rënja e numrit të studentëve në arsimin publik është në kontrast me tendencën e sektorit privat. Në vitin 2016, në institucionet jo publike të arsimit të lartë ishin vetëm 24.000 studentë, ndërsa në vitin 2024 shifra ka arritur mbi 37.000. Të dhënat tregojnë për një zhvendosje të preferencave të rinjve nga universitetet publike drejt atyre private, të cilat ofrojnë programe më praktike dhe më të lidhura me punësimin. Ndërkohë ka zhvendosje të preferencave nga degët teknike dhe bujqësore drejt mjekësisë dhe profesioneve që lidhen me tregun e punës. Shumë universitete në qarqet e vendit kanë pësuar rënje më të fortë, pasi të rinjt preferojnë kryeqytetin ose po largohen jashtë vendit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.